Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. I nderuari Zefëgashi, kryetari i Fondacionit Drita, i nderuari kryeministër Zotri Albin Kurti, i nderuari kardinal Zotri Ladislav Nemet, i nderuari shkëmmanen kryetari i Prishtinës, përfaqësues të bashkësive fetare të Kosovës, Zotri Peshvidot Gjergji, Zotri Andrej Sajes, Zotri Pastor Driton Krasniqi, Zotri Hysen Hyseni, kapelani i Kforit, deputet të nderuar, ambasador, përfaqësues të bashkësive fetare nga vendi e rajoni, të nderuar të pranishëm, vëllezër e motra. Kam kënaqësinë e veçantë që sot në emër të përfaqësuesve të komuniteteve fetare të Kosovës dhe në cilësinë e një Koqirit t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në ambientet e Fakultetit Studimeve Islame në Prishtinë. Jemi mbledhur sot këtu me nismën e Fondacionit Drita për të zhvilluar tërheqjen me temë bashkëjetesa ndërfetare në ne, virtyt hynor apo domosdoshmëri shoqërore, e cila organizohet për të dytin vit me radhë. Kjo nismë përfaqëson një vlerë të çmuar dhe një përpjekje të sinqertë për të afirmuar dimensionin hynor dhe njerëzor të bashkëjetesës. Ne jemi sot këtu për të reflektuar mbi një realitet që populli ynë e ka ndërtuar ndër shekuj, harmoninë dhe mirëkuptimin ndërfetar. Këto vlera janë bërë pjesë e identitetit tonë dhe një virtyt që e dallon shoqërinë tonë. Të nderuar të pranishëm, historia jonë dëshmon se bashkëjetesa nuk është vetëm një ideal, por një praktikë e jetuar. Besimet tona fetare janë pasuri shpirtërore dhe morale që i japin kuptim jetës dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Prandaj edhe sot, ne riafirmojmë përkushtimin tonë për të kultivuar frymën e mirëkuptimit, duke respektuar besimin tonë dhe duke çmuar besimin e tjetrit. Këtë e kemi edhe obligim hyjnor. Zoti i Madhërisëm e porosit Muhamedin, paqja e Zotit qoftë mbi të, t'ju thotë të tjerëve: ju keni fen tuaj ndërsa unë kam fen time. Nga kjo mësojmë se misioni thelbësor i fesë nuk qëndron në përçarje, por në afrimin e njerëzve. Ajo nuk synon konfliktin, por ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Feja nuk ushqen urrëtie, por kultivon respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Në thelbin e saj, ajo promovon respektin si parim themelor të bashkëjetesës. Këto nuk janë vetëm ideale teorike, por edhe vlera universale me peshë të përhershme. Ato mbeten të domosdoshme për çdo shoqëri që synon stabilitet dhe harmoni. Në veçanti në realitetin tonë, këto parime marrin një rëndësi edhe më të theksuar. Prandaj afirmimi dhe zbatimi i tyre është kusht për një të ardhme të përbashkët dhe paqësore. Populli ynë shqiptar dhe komunitetet tona fetare i kanë trashëguar këto vlera ndër breza. Andaj është përgjegjësia jona që t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe t'i përcjellim më tej. Andaj mbajtja e organizimeve si ky i soti janë në funksion të kësaj kauze fisnike dhe njerëzore. Harmonia fetare në Kosovë është pasuri kombëtare. Besimtari, cili do qoftë feja apo besimi i tij, meriton dinjitet. Dhe në fund duhet të ditur se shqiptaria nuk e mohon fen, shqiptaria nderon fen, por refuzon përçarjen në emër të saj. Ju uroj qëndrim të këndshëm dhe punë të mbar. Ju falenderoj.